sot kemi Vjosën, do të kemi edhe të tjerë të bukura vajza që janë pjesë edicionit të tretë të festivalit të këngës në RTK. Vjosa? Vjosa, dashur përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Sa mirë që të kemi. Si e sot? Mirë, shumë mirë. Si po ndihesh? Mirë, super. Ju jeni mirë? Shumë mirë, ti po dukesh shumë bukur. Faleminderit edhe ju shumë mirë. Po dukeni shumë bukur. Faleminderit. Mbetë me faleminderit. tani. A dëgjove këngën pak më herët? A thu kush është? Kjo kolona zanore e 76-s. Një vit para se më vinë dëgjuesi. Po Këngëtarin e di, po. Po nuk do flas, nuk do tregoj. Po nëse e thu përgjigjen e saktë nuk e merr njerë. Ti nuk e fiton ftesën, se ti je themi. pjesë e festivalit, prandaj s'ke nevojë për ftesa. Okej. Po. E nisim Vjosa pyetjet më serioze tani për të marrë përgjigje. Po dhe këto ishin serioze. Ishin për hyrje. Vjosa për të ti ke relaksuar pak. Po, ke qenë pjesëmarrëse në edicionin e parë të festivalit. Po kam qenë pjesëmarrëse. Si ishte? Ka qenë plot emocion, ka qenë një eksperiencë në veti, ka qenë era e parë më sa viteve në një skenë aq të madhe me nuk e di, ka qenë thjesht diçka wow. Unë kujtoj që festivalet për sidomos për brezet e rinë dhe të mesëm hapin rrugët për të zhvilluar një karrierë sa më të suksesshme. Juve ishit pjesë edicionit e parë dhe tani në edicionin e të tretë, si u bë që këngët e tua të vlerësohen për qenë pjesë e garës për çmimin e parë, edhe në edicionin e parë dhe tani? Tash kësaj do të them pjesëmarrja ime e parë ka qenë me një këngë time, e kam shkruar këtë vetë si tekstin, vin melodike dhe tash kësaj radhe kjo këngë më është ofru për me paraqit. Po. Sa mirë. Kemi një dëgjuese që na shkruan, është si Hana, sa mirë që na dëgjon tash, nuk ka dhënë ai përgjigje për pyetjen që ne e bëm, po thot me ma përshëndet malin që na dëgjojnë tash në vetur. Sa mirë që kemi dëgjues të shumt që na dëgjojnë tash në vetur. Është mes ditë lëvizje njerëzit, edhe prandaj ne jemi shumë të lumtur që kemi dëgjues që na dëgjojnë edhe përmes makinës, po, është edhe pauza. Po ne na ndjekin që në orën 6 mëngjesit pa merak do drejtim, sepse kualiteti servohet në etër. Sa të drejt për drejt në kompliment e vetit, unë dhe Nora sot, nuk e di çan. Nga një lejohet me komplimentu veten, mi thon të vërtetat, jo me hiperbolizu mendimin. Sigurisht, po. Mirë, interesante ka me qenë edhe si vjet edicioni i tretë i festivalit. Po tash kësaj radhe do jam më e përgatitur. Normal. Edhe psikikisht edhe në gjitha sferat. Ti ke jetu jashtë më herët, u bën 10 vite më duket që e kthy këtu. A ke qenë në Belgjik, korrigjon nëse në Belgjik. Po, në Belgjik. E pse u kthyt? Po për shumë arsye edhe si mundësi. Po. Po si e vogël gjithmonë kam pas ëndër më kthy në Kosovë, edhe më erdhi rasti edhe u kthiva. Tash më pëlqen, po. Pëlqen jeta ashtu shumë më e qetë, më e këndshme, më me punu prej shtëpisë, cila është diçka shumë mirë. Sa mirë. Edhe këta i kanë letra ato Niki, nuk e kanë problem, diçka më ndodh kthehen prapë, prandaj rrin qetë. Këtu i kanë letra, po edhe ne tani s'kem nevojë as për letra, as për vizë, se tani videolizme tani po lëvizim. Po mira është që po lëvizi mes dy vendeve, domethënë nuk them që jetoj vetëm këtu, se vetëm atje jetoj mes dy vendeve. Edhe ajo liria më pëlqen. Vjosa Niki ka dhe disa këngë të tjera, ka edhe klipe, po her pas herë kështu je shkëputi prej muzikës. Po, një kohë gjatë. Ka pas kohë që ti je shkëput edhe u ktheve prapë. Pse kjo shkëputje? Kjo shkëputje sepse muzikën kom bërë kryesisht në Belgjik, domethënë ka qenë gjuhën angleze, shkëputja ka ndodhur se jam fokusuar, kom kriju familje, kom kriju fakultetet, jam marrë me këtë diçka tjetër. Kështu që tash 2 vite jam ndije gatshme me ju rikthy edhe këtu jam. Po. Okej, tek edicioni i tretë si vjet kënga juaj, sa keni punuar në këtë drejtim për të prezantuar dhe për të pasur një këngë shumë konkurruese, garuese, ka shi edhe këngëtarëve dhe grupeve të tjera në edicionin e tretë të këtij festivali. Me tregu drejt nuk i kam dëgju këngë të tjera, domethënë nuk e kam idenë se çfarë genre do jenë ose çka është. Tash gjatë provave pak a shumë, sidomos gjatë provave generale. Unë e di për veti që do të sjellë diçka krejtësisht ndryshe që ndoshta nuk kanë me prit dëgjuesit me diçka tillë prej meje, kështu që është risi nga ana ime. Stili. Po zhandri muzikës që juve preferoni më tepër ose kultivoni? Pop. Është pop. Po, është pop.
pop R&B, po. Sot i ke provat ti, edhe të pak, sot i në sa kam ora prova. ke terminën për prova? Duk një gjys, nëse s'ka 13 po. Okej. po. Veç pak emocionuse. E kemi Po, thënë edhe normal. dje me të ftuarit të tjerë, me gjithat orkestër, me gjithat staf që punon për festivale aty. Është. Edhe kreti kanë sytën nga ty kur E ti di. del në skenë. Unë një intervistë të shurë kolegja Nora Meqe zhvilluar me Alfred Kaçenarin, kompozitore, dirigent, njëri ndër për mua ndër kompozitorët më të njohur të botës shqiptare, thotë shiko, këngëtarët duhet jenë shumë preciz, jo vetëm ata, po edhe ne dhe gjithë të tjerët, sepse është satisfaksion për këngëtarët siç ju dhe të tjerë që performojnë ka një orkestre kaq madhështore, me ekspertë Është edhe jashtëzakonshëm. intimiduese. Ko gjam. E pra. Është edhe intimiduese, kështu që mos më japni më shumë stres. Jo, Jo, na Jo, po të largojmë nga ky stres, po Ti të se largojmë ke që përgjigje, shkosh- po e gari, shkosh e se ka përgatitur. Ti problem. provove në edicionin e parë. Veç Po, ata besom që çdo herë është si me qenira e parë, di. besoj çdo performancë, çdo paraqitje. për secili ne që dalim në skenë, që ata sekondat e parë janë pak më Po. e ma ndej skena është Ma ndej magjike, shlirohesh, shlirohesh, se ashtu. ti thu, te ke ndërtu skenën. Ashtu. Mirë, interesante. Kënga si titullohet, se nuk e pyetëm për këngën? Po. Alo. Alo. I dedikuar dikujt apo mesazhi këngës ose inspirimi nga kush mesazhi- erdhi për të shkruar këtë këngë? Mesazhi është më ndëgju zërin mbrëmshëm, mos më ndëgju zërat për rreth. Edhe është dedikuar Nëse gjithë mundet njeriu. komuniteteve, po. Po. Se na jetojmë në një vend shumë paragjykues dhe ajo bën që shumë njerëz nuk mundën me jetu jetën ashtu siç dojnë vetë. Sepse çka tha kujshiu, çka tha shoqja, çka tha shoku. Kështu që kjo është një dedikim ose një mesazh për gjithë ata që dëgjoni zëndin që keni për brenda, jetoni jetën e juaj, e keni një jetë, shfrytëzoni e kënaqeni që. Kjo ka rëndësi. Super. E dashur, Okej. faleminderit shumë për kohën që e gjetës, sa Faleminderit mirë edhe që të juve. patëm këto, Faleminderit shumë suksese, shumë. dje i ngacmon Faleminderit. disa këngëtarë të tjerë, tha, mendo me rëndësi pjesëmarrja, Po. me rëndësi prezantimi, me pas të eksperiencë kaq të bukur E në vërtet. skenë festivalit, Po. ndodh çka të ndodh, ato ish mos e mendo. Ai krit në fund. Jam E shumë vërtet. dakord që the pjesëmarrje, sepse nëse Vjosa ishte në edicionin e parë në edicionin e parë të festivalit të këngës në RTK, është dhe përsëri tani. Do thotë ka patur një juri edhe në edicionin e parë dhe tani që kanë vlerësuar këngën e saj për qenë garuese sepse ka pas shumë kërkesa të tjera dhe nga këngëtarë të tjerë. Po e nxjerrën 20 më të mirët dhe është sigurisht sukses për ty që e para pjesëmarrja në edicionin e tretë, po kujdes edhe ndonjë, Nuk e di. Për mua është më me rëndësi mu paraqit mirë, me qenë ose më shumë vetë kritike, me qenë e kënaqur me atë çka kom pru. Nëse hin finale apo nëse fitoja çfarë do vendi që kam ato nuk bën shumë përshtypje për mua. Shumë se çka do Natyrisht ndodh. është plus, po.